Dy kushërinj janë arrestuar në zonën e institutit në Tiranë pasi janë kapur me 2,2 kg kokainë në automjetin që udhëtonin. Në pranga ka rënë shtetasi Sajmir Nela dhe Armand Nela, 31 dhe 34 vjeç. Kokaina ishte fshehur brenda një qesjeje në makinën që ndodheshin dy të rinj, ndërsa mbante mbishkrimin Nando. Automjeti me të cilin lëviznin Armand dhe Sajmir Nela është ndjekur nga shërbimet e policisë deri në vendin e quajtur Treshi, ku është ndalur për kontroll. Gjatë kontrollit të imtësishëm në këtë automjet u gjetën dy pako me 2 kg 235 gram lëndë narkotike dyshuar kokainë dhe një pistolet e dyshuar loader. Nga veprimet hetimore dyshohet se dy shtetasit furnizonin me lëndë narkotike të llojit kokainë, shtetas dhe grupe të ndryshme nëpër Tiranë, të cilët e ndanin lëndën në doza me qëllim shitjen në zonën e Alliasit dhe të Oxhakut në kryeqytet. Ndërkohë, autoritetet vijojnë hetimet për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të gjithë personave që dyshohet se mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari të shpërndarjes së lëndëve narkotike në kryeqytet.